A jeni ndalë ndonjëherë dhe me shiku kur lind dielli? Sikur një ditë të mos lind ky diell. Ose a keni menduar ndonjëherë sikur një ditë nuk do zgjohesh më, nuk do të jesh më në këtë tokë. Pra, vjen melekul mauti, ka merr shpirtin edhe përshëndetesh prej kësaj bote. Pra, prandaj Allahu shpesh herë thot në Kur'an, thot a mendojnë që ata janë krijuesit? Pra ata a mendojnë që ata janë krijuesit apo unë jam krijuesi i tyre? Pra, po ata thot nuk kanë mundësi me kriju asgjë. Asnjë krah të mushkunjës. Janë mbledh shkencëtarë të mëdhenj dhe më amerikan, rus, popujve të zhvilluar, janë mbledh për me kriju një krah mushkunje. Imagjinoni krahi mushkunjës, tash biologjin kush e studion, sa hujet, sa fyrlat i ka, i vogël do këtë krahi sajnë, apo është super strukturë ndërtuar në mënyrë spektakolare. Dhe kjo është nimet e Allahut në krijimtarinë e insekteve dhe gjallisave që ne disa i njohim dhe disa si njohim. Dhe nëse shiko që të krahët mushkunjës, me analizu dhe me mendue, Allah. Me mendue sepse Zoti tha në Kur'an e fela ta'qilun, a nuk po mendoni? Pastaj tha e fela tubsirun, a nuk po shikoni? Pra do të me pa sy për me pa, po dhe mendjen me fut në përdorim, që shpesh herë popujt e zgjut thon use your head, përdore mendjen, përdore trurin. Kjo është nimeti i Allahut edhe mendja. Nimeti i Allahut është edhe gjuha. Nimeti i Allahut është të shikuarit. Gjitha këto komponente, sine qua non, pa të cilat nuk bën, gjitha këto janë nimetet Zotit. E njeri mos më uqu e me argjeru, e mos më uqu me qitë ballin sesh dhe me thonë Zotit faleminderit për të mira që më ke thonë, është me të vërtetë e dhimbshme, është tragjike për atë njeri që ka mundësinë me ardh ky muaj i shenjtë edhe me ik ky muaj. Kështu na ik edhe jeta jonë. Një ditë ikim dhe ne nga kjo jetë. Por sa ke lënë ti veprat mira dhe sa ke qenë mirënjohës ndaj këtyre nimeteve të Zotit, ndaj këtyre begative të Zotit. Sa ke qenë falënderues, sa herë ke thonë elhamdulillah. Apo dhimbet gjuha me thonë elhamdulillah, sa njeriu e përdor gjuhën e tij për fjalë boshe, fjalë koti, më mirë të falenderoj Zotin. Sepse është një ajet kuranor që Allah shumë bukur na e tregon, thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na kena me të forcu ty me një fjalë të fortë, fjalë me peshë, fjalë me bazë. Nuk ka fjalë më të mrekullueshme se fjala e Allahut që është Kurani famlar. Unë çdo ditë që lind dielli kam Kuranin para durëve të mia dhe lexoj